sikur ato projekt ligje kanë ardhur në kuvend i kemi kalu e kemi ngrit dorën, kanë shku në komision e kemi ngrit dorën, s'është e vërtet. Në plot projekt ligje ka pas shumë amandamente që i kanë bërë komisionet funksionale. Unë kam dy pyetje. Kemi votu sot si amandamente, pothuajse në secilin projekt ligj. Ndoshta ai vetmi projekt ligj që ka kalu pa amandamente ka qenë matura shtetërore dhe ai për lëndët plasëse. Në të tjerat ka pas amandamente nga komisionet. A ke pyetje për temën apo temë tjetër? Për temë specifike. Po, a mbyllim me një replik kundër replik? Po, urdhro. Tha që nuk kanë probleme në substancë. Që për marrë një rast. Projekt ligji për energji është komplet i paharmonizum me ligjin për infrastruktur kritike, i cili thët që energjia është sektor vital edhe është pjesë e infrastrukturës kritike. A ligji për energji, tregun e energjis, e trajton si treg si me shit qipca, si me shit energji. Komplet është i paharmonizum ky ligj me këto. Qysh s'pas kanë probleme substanciale. Tjetra, dy pyetje. Ama një amandament që ja u kemi qu, edhe që e keni aprovu, që e ka përkrajen, që o dalë në kuvend, me përkrajet komisionit funksional, edhe në po ta shtraj dorën, sidomos tu e marë parasysh çfarë tema kemi trajtu ma herët e përmenda, sot, lutem, lem të përfundaj, sot keni votu, ko që keni bo kuvendin, gjithë opozita ka votu për, ju keni votu kundër iniciatives, amandamentit, që me nis edhe projekt ligjin për sigurime shëndetësore dhe jetësore të diferencume për personelin e sigurisë që shkojnë për ditë me na mbrojt. Keni votu kundër. Përgjigje dhe mos dalim jashtë temës, përgjigje me çfarë. Këta janë shumë të interesuar shku në zgjedhje dhe kjo shumë e interesuar me promovu amandamentin që e ka bërë vet, duke tentuar të marrë meritat për një amandament të cilin e ka Ai propozuar. bie që ju jeni të interesuar të shkoni në zgjedhje zonja? Nuk jemi të interesuar të shkojmë në zgjedhje. Këta janë të interesuar që shkojnë në zgjedhje, ju jeni të interesuar. Se keni votu. Kemi të interesuar të shkojmë në zgjedhje. Se keni votu, si ka përgjigjesh pyetjes same. Se keni votu kundër sigurimit shëndetësor jetësor të ushtrisë, policisë, një çështje kaq të ndjeshme, për cilën do të përgjigj ministri, do të përgjigj ministri, as kryeministri. Sa i përket amendamenteve. Se votu kundër zoj. Secili komision ka thonë kryeministri me votu kundër aty vetë kundër tyre. Se ki votu kundër. Tani ka shumë rëndësi. Se ki votu kundër. Që kur ta humbësh argumentin, provosh pak me dëgju edhe bashkëbiseduesin. Jo, ti si ka i përgjigjesh pyetjes, çysh është e mundur me votu kundër sigurisht. Ose kur po përmendet fushata. Pse? Nuk e di. Po nuk e di tash. Po ju po thoni që ata po kanë interes me shku në zgjedhje. Po shumë është me rëndësi me, nuk po kanë interes. Paradoksi, nuk po kanë interes. Unë mendoj që këta